Mone. Vata. Sërish nuk dalin dot Gjonaj. Tjetër i vëni jansore 4 Rauzi në krahun e djathtë të sulmit të Izraelit. I vëni vetuar. Në fund, rivënje fundore. Nuk arrin numri 7 Bet Izrael të shkoj të godas. Frije. Loj. Loja fundit e numri 13 të Izraelit. Tamar. Rivënje jansore për Shqipëri. Loj. Ben Izrael e ka marrë mirë topin, kërkon fundoren Ben Izrael. E në fund, vjen numri 15 i Shqipërisë Kuçi për t'i larguar topin, për t'i hequr nga kontrolli. Ka goditje këndi për Izraelin, goditja parë nga këndi. Afrohet Cohen të ekzekutoj këtë goditje këndi, që është në të majtë të sulmit të Izraelit. Grumbull lojtar është përpara portierës Mone. Cohen. Topi në zonë me kokë dhe përpaksa nuk shënon Izraeli prekja fundit e lojtarëve tona, që me sa duket ka qenë ndoj në të largim rreziku. Goditja me kokë përpaksa nuk ka shënuar Izraeli. Edhe një herë tjetër Cohen. Cohen. Përsëri Romuj e përsëri largojnë lojtarët tona, është goditja e tretë nga këndi për Izraelin. Në përpjekje për të gjetur golin e avantazhit skuadra izraelite. Cohen. Përsëri me kokë edhe një herë tjetër. Nuk arrin të godas Ben Izrael, largon mbrojtja. Vjen me shpejtësi numri 20 Yamin. Ka rivënë jansori për Izraelin, e cila qenë në startin e lojës është duke ushtruar presion në gjysmën fushën e Shqipërisë. Skuadra jonë ende nuk ka dalë në sulm, edhe një herë tjetër topi në kontroll të izraelitëve. Ishte numri 3 Azar. Azar. Pastaj dhe Zhvil Azar. Si duhet kapitenja e Izraelit mor dalja shpejt e Shqipërisë, por gjithsesi kontrollon portierja Wolk. Më pas dhe numri 13 Tamar. Ndërkohë ka mundësi Shqipëria, Ago Bushati. Gjonaj. Përsëri Ago në krahun e majt. Ago tenton të marrë fundorën për të harkuar, por gjithsesi prekja e fundit e lojtarëve izraelite dhe kemi rivënje jansore për Shqipërinë. Vata. Bushati. Mundohen të dhe kjo ka goditje dënimi. Shkakton faul Shqipëria në gjysmën fushën e Izraelit. Azar. Edhe një herë tjetër, në kontrollin e lojtarëve Kuqezi. Ndoj, mund kishte ndërhyrë Pingjo në këto momente. Bushati nuk arrin ta kontrollojë si duhet. Vjen edhe numri 3 Azar. Rivënje jansore për Izraelin, prekja fundit e Bushatit. Minuta 8 e takimit. 0-0. Ben Perec pranë topit. Ben Perec. Loj.
edhe njërë morë, e pasaj dhe numri 13 Tamar. Zhvendoset me njërë skuadra izraelite në sulm. Dale shpejt. Në krahun e djath. Mirë për ndërhyrja fundit është e numrit 15 Kuçi, ka rivën janësore për Izraelin. Nuk shkon topi tek Tamar. Ndërhyn Nika, vjen goditja 4 nga këndi për Izraelin. 4-0 goditja këndi, 0-0 shifrat e goleve. Gjithmonë në përpjekje Izraeli për gjetur golin e avantazhit. Ndërkohë është afruar dhe Ben Peretz për të arkuar. Pingjo që i kërkon në Ndocit të mbajt distancën. Ben Peretz. Hakimi në zonë. Kjo goditje vetëm rivënje fundore. Ishte goditja numri 3 Azar. Rivënje fundore për Shqipëri. Mone. Do darim më shpejt skuadra jonë. Gjonaj. Ndoci. Edhe njërë Vata. Bushati. Tobi që shkon tek Ndoj. Ndoj në duel shpejtësie me numri 2 Ben Peretz. Prekja fundit e Ben Peretz dhe ka rivën janësore për Shqipërinë. Por më parë shohim edhe nga përsëritja Ben Peretz ka shkaktuar faull ndaj Ndojit, goditje dënimi për Shqipërinë në krahun e djathtë. Ndoj pranë topit. Janë afruar të gjitha lojtarët tona në zonën izraelite, në zonën e rrepsisë, afrohet Ago për të larguar. Është larguar Ndoj. Ndërkohë ka shtyje mes lojtarëve. Ago drejtë në portë dhe gol! Ka shënuar Shqipëria në këtë parabol, në këtë goditje dënimi. Ago mbi kokën e portierës Uol në minutën e 11, 1-0 për Shqipërinë. Ago në minutën e 11, në atë arkim të lartë e gjen krejtësisht të papërgatitur portierën Uol, e cila u bë gati ta mbërthetë topin me të dyja duart lart, por nuk ka arritur. Shohim edhe një herë nga përsëritja Arkimi drejtë në portë pra. Gjime 0 për Shqipërinë. Dalë gabime Uolk. Këtë kundërshtim të shpejt Izraeli me numrin 7 Ben Israel ka punë me Stalen dhe ndërhyrja e fundit e Nikës, goditje por rivëlje fundore nuk ka goditje këndi. 4-0 goditje të këndit, 1-0 për Shqipëri. Shifrat e goleve ka shënuar Ago në minutën e 11. Gjonaj. Vata. Përpiqet edhe Gjergji. Vjen pasaj Ndoj. Në të desh të gjithë motorët e saj, por duhet ketë faull, ka ndërhyrje nga Ben Israel, por ka vazhduar lojën, ka lënë avantazhin Pingjo. Kjo dalë shpejt e Izraelit të krahun e djathtë. Është çekuilibruar skuadra, megjithatë
Rivan Jancore. Rivan Jancore për Shqipërinë. Vata. Goditje dënimi. Vata pranë topit për jale Ndocit. Ndoci. Topi nuk shkon tek Bushati. Kuqi. Gjonaj. Bushati. Ago. E merr topin Ndoci. Ndoci në dy luftim me numrin 3 Azar. Ka pretenduar për faull numri 3 Izraelit, Rivan Jancore për Shqipërinë. Ago. Gjonaj. Kuqi. Rivan Jancore. Një zero për Shqipërinë pra, ndërsa kemi mbritur në minutën e 15 takimit. Autore e golit Ago në minutën e 11. Tashmë shiruar skuadra e trajnerit Agustin Kola dhe përpiqet të ushtrojë pressing që gjedhë golat të tjerë për të patur më të sigurt fitore. Walk. Rivan Jancore. Afrohet Stalaj të ekzekutoj Rivan Jancore për Shqipërinë. Stalaj. Ndoj. Pas Nika. Edhe njërë Gjergji që është vendosë në krahun tjetër, por heziton Vata të shkoj tek topi. Vata. Ndërhyn edhe Jemin që ka topin në zotrim. Jemin një ka mbyll të gjithë zonat në atë përpjekje të numrit 15 Kohen. Rivan Jancore për Izraelit. Dali tjetër në krahun e djathtë. Kjo gjuajtje shumë e dobët ka ndërhyrë Mone për të mos patur rrezikjet e tjera. Shumë e dobët goditja e Elmale. Mone. Vigjet të Ndoj. Faull. Goditje dënimi në hyrje të gjysmë fushës së Shqipërisë për Izraelin. Kjo është ndërhyrja e numrit 3 Ndoci. Azar. Përsëri Azar. Ndoj. Ndoci. Stalaj. Topi nuk shkon tek Bushati, ka mbyllur rrugën në numrit 13 Izraelit Tamar. Zhvili. Banja topin në Kohen. Lipsikas-Geva. Niset edhe një Shqipëria. Ndoci. Si kontrolli topit Begjet e ka pasuar për Ndojt. Ndoj për Bushatin. Por ndërhyn Zhvili. Pasaj Ago. Edhe njerë Izraelitet, por Rivan Jancore për Shqipërinë. 18 minuta loj. 1-0 për Shqipërinë me golin e Agos në minutën e 11.
Ago, autori e golit. Gjonaj. Përsëri Gjonaj. Vjen dhe Kuqi që ka shkaktuar faull në kontrollin e topit, goditje dënimi për Izrael. Goditje dënimi është zhvili pranë topit. Duan Lipsikas-Geva. Pikjet edhe por pozicioni ashtuaj, u përpoq Ben Israel të vinte në lëvizje sulmin e Izrael. Pozicioni ashtuaj. Shojmë edhe njerë nga përsëritja. Mone. Mone. Nuk ka forcë të t'japi shkelmimin topit. Mushati. Në 20 Jemin. Azar. Zhvili. Në pas kapiteni e skuadrës Izraelit Mor që ka kthyer tek portierja Wolk. Edhe njerë Mor. Duan topin në Cohen. Jeka marr Ago. Ago. Vata. Gjonaj. Nuk kuptohet me pjesën tjetër skuadrës, kontrollon Wolk. Lipsikas-Geva. Numër 17. Zhvili. Azar. Topi për Ben Israel shmanget bukur, ka patur përballë dhe ndojnë mirë, po nuk arrin topi për numrin 2 Ben Perec. Rivani ansori për Shqipëri. Stalaj, ndoj, Ben Israel. Pasaj dhe Kuqi. Gjergji, largon rrezikun nga zona. Zhvili. Gjonaj. Ago. Në pas Vata, edhe njërë Ago. Ka mundësi të marrë fundor, për vetëm Rivan Jansore për Izraeli që luhet nga Lipsikas-Geva. Faul, goditje dënimi për Izraeli. Ka mbetur i dëmtuar njërë për lojtarëve të Izrael. Ky është momenti i përsëritjes. E vendosur midis dy lojtarëve të kombëtarës si sandwich. Ben Perec. Më pas edhe një Ben Perec. Topi që nuk shkon pas shpinës së mbrojtjes Shqipëris, edhe një tjetër kontrollon Ben Israel, nga pas ka ndojnë. Ben Israel. Numri 13. Tamar. Mor. Lipsikas-Geva. Edhe njërë Mor. Mor. Cohen. Në krahun e djallë, Cohen largon në Stale, pasaj Ben Israel dhe 1-1 barazon Izraeli në minutën e 23. Ben Israel krejtësisht e pashqetësuar, godet dhe shënon në krahun e djallë të Mones. Ndërkohë ka dhe një karton të verdh. Kartoni verdh. Kartoni verdh për të dy lojtarët. Pra, Stale ndoj për Shqipërinë dhe numri 10 El Male. Në të përplasje
për të rivënë topin sa më shpejt në lojë. Ndërkohë pra, shënon Ben Israel në minutën e 23, 1-1 nisë Shqipëria nga qendra. Do të ishim më të thjellta në mbrojtje. Ben Israel ka bërë gjithçka dhe si ka dashur e ka dërguar topin në krahun e djathtë të Mones. Ago. Shohim vendimin e gjyqtarës ciklitare, kemi goditjen e parë nga këndi për Shqipërinë. 4-1. Ja dhe njerë përsëritja e golit. Ben Israel thuajse tek pika e bardhë 11 metrëshit. Rreth 13-14 metra. Kërësisht e pambuluar. Të shohim këtë goditje këndi. Pason zonën skuadra izraelite, cila del me njerë në të kundërshur Mor. Pas edhe Jemin. Goditje dënimi për Shqipërinë, ka ndërhyrë Jemin. Ndërhyrë gabuar numër 20 të Izraelit. Pra, Ago në minutën 11 dhe Ben Israel në minutën 23 dhe 1-1. Kuçi pranë topit. Isabela Kuçi. Kuçi. Topi drejtën në duart e portierës Ward. Kontrollon mirë këtë herë mbrojtëse katërkëndorit të Izraelit. Zhvili. Lipsi Kangeva. Mor. Cohen. Topi që kontrollohet nga Gjergji e Nika, të cilat e kanë kthyer tek Mone, më pas Vata. Vata edhe një herë përpiqet t'ia marrë topin ta marrë. Zhvili. Mor në këtë top pas shpinës së mbrojtjes së Shqipërisë, por ka dalë edhe Mone që e mbërthen topin, edhe pse ka patur shqetësimin e numrit 20 Jemin. E numrit 15 Cohen. Mone. Mor kontrollon zonën, pastaj Ago. Azar. Ben Perec. Nika. Zhvili. Ka nga pas Bushatin. Nuk arrin të vazhdoj më tej sulmin Lipsi Kazgjeva. Kemi rivënë janësore për Shqipërinë në krahun e majtë të sulmit. Vata. Gjonaj. Kontrollon në Zhvili. Tjetër rivënë janësore për Shqipërinë. Jemi në minutën 27, gjithin 1-1. Ago në minutën 11, Ben Israel në minutën 23, Bushati. Rivën janësor tashmë të rrodhuar do t'jetë për Izraelin. Ka dhe një herë që ndoshta nuk do t'a lejë lojën të luhet ashtu si duhet. Ben Perec. Topi për Ben Israel, autori e golit barazimit për izraelitët. Edhe një tjetër, Azar. Pasaj Ndoci. E merr Ben Israel. Në kombinim me numrin 13 Tamar, që cila ka arkuar, blokon Mone, mirë po dalja nuk është e duhura, largon Nika. Ndërkohë ka mbetur i dëmtuar njëra prej lojtarëve të Shqipërisë, do duhet largohet topi jashtë vijave kufizuese dhe bën Kuçi.
Ajo që ka mbetur e dëmtuar është Stalaj, kërkohet dhe asistenca mjekësore. Njëzet 8 minuta lojë, 1-1 ndërprerë loja. Vjoj të jemi në lojë të ndërprerë për t'i ardhur në ndihmë Stalajt. Minuta 29 të takimit është ngritur Stalaj. Pra 1-1 kanë mbetur edhe 15-16 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Gjithçka e barabartë, rivanjancore për Izrael që luhet nga Ben Izrael, autori i golit. Ben Izrael, fair play i saj, kthen topin tek lojtarët e Shqipërisë, Mone. Mone, që pret të dalë gjithë skuadra përpara t'i bëj shkelmimin topit. Kështu ka bërë. Edhe një herë tjetër Kuçi. Në pas Ndoci. Ndoj. Rivanjancore. Ben Izrael. E nisë me shpejtësi për numrin 20 Jemin, por ka mbyllur Nika. Rivanjancore për Izrael. Ben Perec. Jemin dhe Ndoj Jemin. Ndërhyrja Ndojt në kohën e dur. Vetëm rivanjancore. 4-1 goditje të këndit, 1-1 shifrat e goleve. Ndërsa jemi në arenën kombëtare në ndeshjen e tretë të grupit B6 të raundit të dytë të kampionatit evropian të moshës deri në 17 vjeç në futboll për femra. Tamar ka bërë më të pamundur rivenjë fundore për Shqipërinë. Mone. Nika. Stalaj. Që ka plotësuar tashmë vendin në formacion. Ndoj. Bushati në këtë dalje të shpejt, mirë po vjen Zhvili për të mbyllur gjithçka. E ka kthyer tek portieria Wolk. Wolk në këtë top të gjatë. Gjergji. Tamar. Mor. Ben Perec. Azar. Zhvili. Zhvili del nga mbrojtja në sulm, topi për numrin 10 të Izraelit El Maleh. Mor. Lipsi Kazgeva, kthen tek Zhvili. Edhe një tjetër, Tamar. Topi tek Wolk. Zhvili pasaj Tamar. Tamar përpiqet ta çojë topin tek Lipsi Kazgeva që me kokë e ul për të kapitenën Mor Cohen. Dalja Jemin në fundore, Jemin. Ky harkim, por vetëm rivën një fundore. Mund të ishte treguar pak më i qetë sa të prishte pjesën tjetër të skuadrës të vinte në zonën e rrepsisë së Shqipërisë. Rivën një fundore për vajzat Kuqezi. Të moshës deri në 17 vjeç. Që për sezonin 2023-2024 mbyllën këtu sezonin e tyre. Këtu ndeshjen e tyre. Jemi në ndeshjen e 5 pra, deri më tani një fitore dhe 3 humbje. Tamar. Lipsi Kazgeva. Zhvili. Azar. Mor. Topi për numrin 20 Jemin është Cohen. Ndërhyrja e Nikës. E goditja e 5 nga këndi, por nuk e ka lënë Gjergji të dalë jashtë vijave kufizuese të fushës. Vazhdon jemi në lojë normale.
Azar. Azar, shmanget bukur, Bushati, e pa vëmendshme mund kishe përfituar nga i lloj topi i kthyer nga numri 3, Ndoci. Ben Israel, Jemin, numri 10. Dhe goli i dytë për Izraeli ka realizuar El Balde, e gjen mbrojtjen e Shqipërisë keqisht të përçar. Në minutën e 34, El Balde ka shënuar golin e dytë. El Male, do shohim edhe një nga përsëritja. El Male ka shmangur dhe portierën Mone, e më pas ka realizuar në portën e poshatisur. Në minutën e 34 El Male përmbys Izraeli. Ako në minutën e 11 Ben Israel, në minutën e 23 dhe El Male në minutën e 34 dhe 2-1. Një mbrojtje e çalet e Shqipërisë. Përpiqet ndoj Livon Jansori është për Izraeli. Ndërkohë ka probleme për Azar, por është ngritur, vion lojë normalisht. Tamar, edhe një herë tjetër. Ben Israel. Nuk e kontrollon si duhet Cohen, Vata. I mbyllisë rrugën në Cohen. Më pas Lipsi Kazgeva. E ka nga pas Vatën, Lipsi Kazgeva. Lipsi Kazgeva dhe Livon Jansori për Izraelin, ndërkohë që ka goditur dënimin në fakt, ndërkohë që Shqipëria bëhet gati për ndrimin e parë. Ndrimi i parë jashtë fushës së lojës është numri 3 Hysa, numri 8 Hysa. Pra del Ndoci e në lojë Hysa, ndërsa jemi në minutën e 36. Del Kevica Ndoci. Hysa në minutën e 36, ndrimi i parë, ndoshta i detyruar i trajnerit Akusi Kola. 2-1 për Izraeli. Lipsi Kazgeva në këtë goditje dënimi. Kontrollon Tamar. Topi që kthehet pas në mbrojtjen e Izraelit. Mor. Azar. Ben Perec. Jemi pasaj El Male për Cohen. Cohen dhe Vata. Cohen që i drejtohet portës dhe 3-1. 3-1 për Shqipërinë, ka shënuar Cohen në minutën e 37. 3-1 për Izraelin. Pra goli 3 për Izraelin, shënon Cohen në minutën e 37. Nuk arrin as Vata e as Mone ta mbyllin. Ako në minutën e 11, Ben Israel në minutën e 23, El Male në minutën e 34 dhe Cohen në minutën e 37 dhe 3-1 për Izraelin. E shohim edhe njërë nga përsëritja në krahun e majtë të portierës Mone. Livon Jansori për Izraelin. Tamar. Lipsi Kazgeva. Cohen, autori e golit 3 për Izrael. Ndoj.
Përpiqet mbyll Mor, Ndoj. Ndoj do të ndahet nga topi. E merr Hysa në krahun e djathtë, Hysa dhe Ben Israel. Hysa në zonë. Ndërkohë që kanë mbetur dëmtuar Ndoj. E përsëri fair play Israel për cilë topi jashtë vijave kufizuese të fushës, kërkohet dhe asistenca mjekësore për të jarë në ndihmë Ndojit. Jemi në lojë të ndërprerë. Është hera e dytë në minutën e 39 të pjesës parë, hera e dytë që ndryn stafi mjekësor i Shqipërisë, një herë për Stalen dhe tani për Ndojin. Ndërkohë që disa sekonda u vonua dhe topi për të rivënë në lojë në fillimin e pjesës parë, kështu që do të kemi më shumë se sa 1 minutë shtesë në përfundim pjesës parë dhe 30 sekonda në zëvendësimin e kryer të detyruar të Shqipërisë në largimin e Ndocit nga Hysa. Ky është dëmtimi. Pra, Mor ka shkaktuar faull ndaj Ndojit, kapiteni e Izraelit. Është ngritur Ndoj. Problemet mëdha në mbrojtje sot Shqipëria. Sikur se kishte edhe në ndeshjen me Irlandën. Stala që e lë topin për Ben Perec. Ward. Zhvili. Mor. Jemin e të dalit të shpejt, pasaj Ben Israel mirë për mbyll zonën Stalaj. Vjen dhe Cohen të mbështet sulmin e Izraelit. Cohen, ndërhyrja Kuçit, rival jansor për Izraelit. Lipsi Kazgeva. Jemin, tjetër rival jansor për Shqipërinë, për Izraelin. Jemi minuta 41 të pjesës parë, 3-1 për Izraelin. Lipsi Kazgeva. Cohen e largon topin për një çast. Ago. Topi për portierën Wolk. El Maleh. Ben Perec. E vetë me drejt portës së Shqipërisë, Ben Perec në këtë diagonale vetëm rivënjë fundore. Rivënjë fundore për Shqipërinë. Lipsi Kazgeva. Mor. Lipsi Kazgeva. Në fundore. Lipsi Kazgeva. Pritet harkimi. Mone. Përsëri dalja e saj problematike dhe humbet rastin e golit 4 Izraeli. Ishte përsëri El Maleh që kërkoi golin në një tentativë për 2 golësh personal në minutën e 42. Ben Israel. Topi për Tamar. Pasaj Azar Zhvili. Ben Israel. Faul i shkaktuar nga Kuçi ndaj numrit 7 të Izraelit. Godi dënimi për Izraelit në gjysmë fushën, në hyrje të gjysmë fushës Shqipërisë. Mor. Zhvili. Lipsi Kazgeva. Lipsi Kazgeva. Përsëri Mone. E saktë në këtë dalje. Mone. Bushati. Ndërhyrja fundit e Ben Perec. Rivënjë jansor për Shqipërinë.
Ndoj. Mor. Ndoj. Edhe njerë Gjergji, pasaj Ndoj. Topi në këmbët e izraeliteve Tamar. Mor. Lipsi Kazgeva ka të gjithë zonën e lirë të veprimit në krahun e djathtë. Lipsi Kazgeva. Tamar. Mor. Topi për Ben Israel në krahun e majtë. Pritet harkimi i saj. Ben Israel. Ben Israel. Kërkon më tepër, shumë individualiste, kërkon të hynë të lëzon vetë. Azar. Zhvili. Lipsi Kazgeva. Topi për Jemin, por është prekja e Kuçit. Kuçi dhe Jemin. Ndërhyrja e Jemin. Kemi rivënie anësore për Shqipëri. Jemi në fundin e pjesës së parë. Ago. Tjetër rivënie anësore. Lipsi Kazgeva. Zhvili. Përsëri numri 17 i Izraelit në krahun e djathtë. Lipsi Kazgeva kërkon të marrë fundorën, kalon vatën, kalon edhe Agon, mirë po ndërhyrja e Kuçit e rivënie anësore për Izraelin. Bëhet gati gjyqtarja 4, Jana Van Leyer, të akordoj minutat shtesë, kemi rivënie fundore për Shqipërinë. 3 minuta shtesë. Ndoj. Gabon Ndoj, por ka prekje nga rivënie anësore për Izraelit. Ben Israel. Lëviz shpejt edhe Jemin. Tjetër largim topi nga Ndoj, Ben Israel. Mor. Prekje topit me dorë nga kapitenia e Izraelit Mor. Këtë dënimi me rivënie anësore për Izrael, për Shqipërinë. Ben Perec. Tjetër rivënie anësore. Të shëllohet Azar. Ndërhyndoi me takat lartë. Cohen. Lipsi Kazgeva. Zhvili. Pas Ben Perec. Azar. Tamar. Ben Perec. Nuk e më dot numri 2 i Izraelit. Stalaj. Përsëri rivënie anësore për Shqipërinë. Ndoshta edhe 1 minutë deri në përfundim të kohës shtesë për 3 minuta që ka akorduar gjyqtarja Jana Van Leyer. Ndoj. Ago. Shpërnget bukur Jemin, por nuk e çon deri në fund iniciativën e saj, pozicion jashtore Hysa. Dhe pritet këtu vrulli i aksionit sulmues të Shqipërisë. Jemi në shifrat e rezultatit 3-1 për Izraelit. Ka shënuar Agon në minutën 11, Ben Israel në minutën 23, El Malen në minutën 34 dhe Cohen në minutën 37. Zhvili. Vata. Përpiqet të dalë Izraeli edhe një herë Vata. Bushati. Merr topin Tamar. Pasimi i gabuar i saj kontrollon Kuçi. 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 Numri 10 Gjonaj. Nika.
Faul, godi dënimi për Shqipërinë. Jep vjetë vëshëllima e fundit e Irini Pingjo. Përfundo këtu pjesa e parë, 3-1 për Izraelin, një avantazh me përmbysje. Ka shënuar Ago në minutën 11 për Shqipërinë dhe më pas Ben Izrael në minutën 23, Malen në minutën 34 dhe kohë në minutën 37, në 15 minuta pushim. E do t'jemi përsëri në transmetim të pjesës së dytë në radio televizionit shqiptar. Não ga fronteira. Não ga fronteira.
Rikthehemi edhe një herë në transmetim të drejtë për drejtë të ndeshjes Izrael-Shqipëri për moshën deri në 17 vjeç në futboll për femra, kampionati evropian. Jemi në raundin e dytë në grupin B6, 45 minutat e para, sikurse e patët nga transmetimi ynë, kanë përfunduar 3-1 për Izraelin. Shënoi fillimisht Ago për Shqipërinë në minutën 11 dhe më pas Ben Izrael në minutën 23, El Malen në minutën 34 dhe Cohen në minutën 37 përmbysën rezultatin në 3-1 për Izraelin me topin e parë nga qendra. Skuadra e trajnerit Mikal Ravic. Bëhet gati El Male. Nuk ka asnjë ndryshim në formacionet e skuadrave, ka ardhur tani më vërshëllima e Pingjo dhe topi që zotrohet nga izraelitët. Lipsi Kazgeva. Pasaj mor ndërhyn Gjonaj Hysa, e cila në minutën 36 ka zëvendësuar Klevisa Ndocit. Bushati ka shkakton faull Stalaj. Godit dënimi për Izraelit. Ndërkohë kërkohet asistenca mjekësore e stafit të Izraelit sapo ka nisur pjesa e dytë. Ndërkohë që në pjesën e parë 4-1 goditje e këndit për Izraelin nga një karton i verdh për çdo skuadër, Gjonaj për Shqipërinë dhe El Maleh për Izraelin. Jemi në lojë të ndërprerë, është ngritur numri 3 Azar. Largohet Azari jashtë vijave kufizuese të fushës për të hyrë në momentin që do të japin sinjalin Pingjo. Vjen vëshëllima. Mor. Është Ben Perez jashtë vijave të fushës. Ago. Ago, vjen edhe Ben Izrael, kjo dalë shpejt e izraelitëve me numrin 14 Zhvili. Ben Izrael dhe Vata. Vata që largon topin jashtë vijave kufizuese të fushës, e vjen anësore për Izraelin. Lipsi Kazgeva. Ekzekutimi gabuar i rivënies anësore. Ago, tjetër rivëniesore për Shqipëri, për Izraelin. Jemi në minutën 48 të pjesës së dytë. Ben Perez bëhet gati për të hyrë në fushën e lojës. Lipsi Kazgeva. Zhvili dhe Gjonaj mbyll dhe mor, pasaj dhe Ben Izrael. Gjonaj shkakton faull kapiteni i skuadrës së Izraelit, mor. Bëjmë një korrigjim. Kartonet e verdhë janë dhënë për El Maleh të Izraelit dhe Ndoj të Shqipërisë, e cila në këtë momente është në zotrimin e topit, lëpën nga pas të gjitha mbrojtësit e Izraelit. Bushati. Bushati. Topi për Ago në krahun e majt. Ago pritet harkimi. Ago nuk arrin të harkoj. Mbyllet më pas El Maleh. Ishte dhe Jemin, pasaj El Maleh. El Maleh dhe Vata. Topi për Ben Izrael. Niset edhe një Shqipëria. Ndoj. Nika.
Hysa në këtë mundësi për të pashfrytzuar largon mbrojtja izraelite, edhe një herë ndoi. Stalaj. Ndërhyn Ben Perec, rivënie anësore për Shqipërinë. Ndoi Stalaj. Edhe një herë ndoi. Topi për Hysën që përplaset me numrin 17 Lipsikas-Geva. Rivënie anësore për izraelitët. Nuk e çon më tej sulmin Stalaj. Ben Perec. Prekja Cohen, rivënie anësore ndron duar, do të jetë për Shqipërinë. Ndoi Bushati. Goditja e Gjonajt dhe mbi traun e portës. Përpaksa nuk shënon golin e dytë Shqipëria me Tea Gjonajt në një goditje nga rreth 20 metra. Ndërsa jemi në minutën 51 takimit Hysa. Çfarë mundësie mund të kisha realizuar golin e dytë, të histe dhe pak e të godiste. Kjo është tentativa nga jashtë zona e Gjonajt. 2 momente për Shqipërinë për të ngushtuar distancën e goleve. Stalaj. Ishte Kuqi. Rivënie anësore për Izraelin, afrohet Lipsikas-Geva për t'i dhënë impulset sulmit të Izraelit. Hako. Më pas edhe Ben Izrael. Topi për portierin Mone. Mone. Kontrollon edhe një herë skuadra izraelite, mor Bushati. Faulli Zhvilit. Bëdi dënimi për Shqipërinë. Nxitohet skuadra jonë për të ekzekutuar goditjen e dënimit, ndërkohë që Pingjo kërkon të kryhet aty ku është shkaktuar faulli. Nika ndoi. Vata. Nuk arrin ta çojë deri në fund sulmin, kështu që jemi në rivënie anësore për Izrael Lipsikas-Geva. Ben Izrael dhe Kuqi. Ndërhyrja Kuqit, rivënie anësore për Izraelin. Lipsikas-Geva. Përsëri Lipsikas-Geva. Gabon mbrojtja Tamar. Ndoi. Mor në këtë goditje, vetëm pret në dy kohë Mone. Minuta 13 ose minuta 58 e takimit, 3-1 për Izraelin. Ben Izrael. Ago. Vata. Lipsikas-Geva. Hysa. Përpiqet e marr topin. Vjen Mor. Ago. Ndërhyn Pingjo, ndalon lojën, ka goditje dënimi për Izraelin. Ndërkohë që Hysa dhe Mor kanë patur dhe një përplasje mes tyre, gjithsesi është zgjidhur në mënyrë fair play nga gjyqtari greke. Pran topit të Zhvili. Preferon ta kthej tek Azar. Më tuti tek Ben Perec. Me një herë për Cohen, por ndërhyn ndoi e rivënie anësore për Izraelin. Jemin. Lipsikas-Geva ka të gjithë zonën e veprimit
në krahun e djathtë të lirë, Lipsi Kazgeva, ka shmangur hysën, Lipsi Kazgeva në fundore, vjen edhe vata Lipsi Kazgeva, por vetëm rivonjë fundore për Shqipërinë. Hysa dhe Gjonaj kanë qenë pranë golit të dytë për Shqipërinë. Mor. Më pas Lipsi Kazgeva, edhe njerë mor, Lipsi Kazgeva. Zhvili. Pasimi ka buari, sa e përpoj që edhe Gjergji t'i jep të impuls e sulmi të skuadrës tonë. Bushati, faul i Kuqit, gëdje dënimit të rrethi i mezit fushës për Izraelin, nga faul i Kuqit ndaj Tamar. Zhvili, Azar. E merë topin Teja Gjonaj. Pasaj Lipsi Kazgeva. Zhvili. Në këtë duel shpejtësi e mbyll zonën Lipsi Kazgeva. Ndërsa ishte Staraj, ajo që u përpoq të ndërtote sulmin për Shqipërinë morë. Jemin. Hysa, Jemin. Lipsi Kazgeva. Tamar. Vjen edhe Jemin. Jemin dhe Teja Gjonaj. Mor. Tamar. Nuk arrin topi tek Ben Izrael, megjithatë është vënë në zotrimin e sferës për një qasë numri 7 Izraelit. Nika. Ago. Ago. Gjonaj. Bushati. Ja merë topin kapiteni e Izraelit e mor. Zhvili fillon gjithçka nga e para nga mbrojtja Tamar. Ndërhyrja numrit 5 Gjergji. Edhe njëherë Zhvili, pastaj Lipsi Kazgeva. Tamar. Lipsi Kazgeva. Tamar. Rrotullohet Tamar. E kthen edhe një herë tjetër topin për nga pas tek Zhvili. Azar. Mor. Tamar. Nuk arrin tek Lipsi Kazgeva, rivenjansori për Shqipërinë. Në mbrim kështu në minutat 57 takimit. 58. Edhe njërë Hysa. Ago. Ago në këtë top të gjatë, por ka dalë dhe portierja Wolk që kontrollon. Ndërkohë është përplasur dhe me një nga lojtarët e kombëtarës. Asgjë për të shqetësuar për në Starajt. Shqekola e ka zhvendosur nga mbrojtëse e majt në sulmuese. Staraj. Staraj. Staraj dhe njërë. Ja marrin topin lojtarët izraelite. Kuqi. Rivenjansori për Izrael. Ndërkohë vazhdon të jetë dëmtuar Staraj në zonën e rrepsisë e Izraelit, ndërsa mbrim në minutën e 59, gjithnjë 3-1 për Izraeli. Vjen edhe një herë tjetër stafi mjekësor i Izraelit në fushën e lojës. Stafi mjekësor i Shqipërisë për Staraj. Është larguar Staraj e jashtë vijave kufizuese të fushës.
është me një lojtar më pak në këto momente Shqipëria. Kanë mbetur dhe rreth 30 minuta deri në përfundim takimi, gjithë një 3-1 për Izraelin. Bushati. Pastaj Gjonaj. Horja marrë topin izraelitet, Ben Izrael. Ben Izrael. Del dhe Mone Nika, mos përveshje midis portierës Mone dhe qendërmbrojtëses Nika, megjithatë zotron topin Ago. Bushati. Bushati në kombinimin me Vatën. Edhe një herë tjetër provon Ben Izrael, por pozicionale Gjonaj. Gjonaj Hysa. Hysa përballë me Azar. Hysa e vonon pasimin, një marrin topin izraelitët. Ben Izrael. Ben Perec. Ben Perec. 3-3, mirë po ndërhyrja e Nikës e vetëm rivënjancore për Izraelin. U përpoq kohën t'i merrte Kraun e të shkonte drejt portës Mones. Ben Perec. Azar. Topi për portierin Ulk. Azar. Ben Perec. Kërkon topin Cohen. Ben Perec, ndërhyrja e Gjergjit. Rivënjancore për Izraelin. Ben Perec. Cohen. Tamar. Tamar, ndërhyrja ndojt për një çast dhe në fund ajo e largon topin nga kontrolli dhe rivënjancore për Izraelin. Zhvili. Mor dhe Bushati. Pasaj Lipsi Kazgeva. Lipsi Kazgeva. Cohen. Tamar. Merr topin Hysa. Hysa dhe Jemin. Ago. Hysa. Rivënjancore për Shqipërinë. Ndërkohë Izraeli bëhet gati për 2 ndrrime. Abo dhe Singer jashtë fushës së lojës. Vata, po kështu dhe Shqipëria ka jashtë loje Hasan për ta reaktivizuar. Vata, më pas Mor. Edhe njërë Ben Izrael. Lipsi Kazgeva. Zhvili. Ago. Bushati. Mirë po mbyll gjithçka Zhvili që e kthen prapa tek portierja Ulk. Mor. Zhvili në këtë kombinim, në këtë dalje të shpejtë, krahun e majt duke ndjek askush nga lojtarët e skuadrës. Kuçi. Gjen ndohen topi për Stalin. Ulk. Hysa. Më pas Ago, ndërkohë që Stala është e dëmtuar. Ago. Me topin Lipsi Kazgeva. Ben Izrael dhe Gjonaj. Ben Izrael me shpejtësi. Ben Izrael. Gjonaj. Shkakton faull teja Gjonaj. Kemi
zëvendësimet. Jemi në minutën e 20, ndërkohë Stale vazhdon të jetë dëmtuar. Nga 65 e takimit. Gjithë një 3-1 për Izraelin, ndërkohë Hasaj bëhet gati pra largohet në numri 13, Stale e dëmtuar. Hasaj në vend të Stale të dëmtuar. Ndërkohë do të largohet të morë dhe në lojë është numri 16 Abo në minutën e 65. Po kështu është larguar dhe Ben Perec e në minutën e 65 do të hyjë numri 19 Singer, 2 zëvendësime tek Izraeli. Është larguar Stale, Hasaj pra në minutën e 65 në fushën e lojës. Ndrimi i dytë nga 2 zëvendësime për secilën skuadër. Jemi në 3-1. Tamar pranë topit. Është Lipsikazgeva. Pingjohu që kërkon respektimin e vendit ku është shkaktuar faulli. Lipsikazgeva. Gjonaj. Pas Abo. Faul do të jetë dënimi për Izraelin në pozicion ballor me portën e Mones, ndërkohë që Tamar ka marrë shëritjen e kapitenit për Izraelin pas largimit të morë. Tamar pranë topit. Thuajse në pozicion ballor, gati të 25-30 metra distanca me portën e Mones. Tamar, topi, blokon Mone. Drejta në duar dhe portierës së Shqipërisë. Mone. Edhe një herë topi për izraelitët, Jemin. Tamar, ja merr Hysa. Hysa që shmang dhe Abon. Hysa ka shmangur dhe Lipsikazgevën. Mirë për mbyll Zhvili. Hysa. Loje fort. Ago. Topi për Vatën, pasaj Gjonaj. Edhe një Ago. Bushati. Marja jo e mirë me gjithë dhe Bushati dhe Zhvili. Pretendon për faul në kombëtare jonë. Vata. Në diluftim me Jeminin. Gjergji. Vje dhe Cohen. Rëshqet numër 20 Jemin. Jemi në minutën e 68 takimit, gjithë një 3-1 për Izraeli. Abo. Tamar, edhe një Abo. Topi për numrin 19 Singer, që ka zënë vendin e Ben Perec. Abo. Tamar. Ndërhyn Nika. E qetë Wolke, kontrollon me duar. I e përshkilmimin topit. Ago. Në pas Kuqi. Kuqi dhe Cohen. Vata. Ndërhyn Lipsikazgeva, pasaj edhe Elmale. E edhe Vata. Zhvili. Hysa. Ago. Mirë për mbyllet Cohen. Hysa. Zhvili që i jep të zgjidhje topit që shkon drejt portierës Mone. Kuqi.
Foul. Godi dënimi shkaktuar nga Singer ndaj edhe njërë Kuqi, më pas ky sulm El Male dhe Nika, El Male mirë po vjen Ndoj dhe Nika dhe gjithçka largon rrezikun. Ndoj. Ndërkohë arrivën jansor për Izraeli, kam betur dëmtuar njëra për lojtarëve izraelite. Kërkohet edhe ndihma e stafit mjekësor të Izraelit për të ardhur në ndihmë. Ben Izrael, numri 12, Vodolazov bëhet gati për zëvendësimin e tretë të Izraelit. Vodolazov zëvendin e El Male. Në minutën e 71, zëvendësimi 3 tek Izraeli. Në minutën e 71, Vodolazov. Ka nisur loja. Lipsika-Zgeva. Pastaj Abo. Ben Izrael. Singer. Topi për Jemin. Prezantohet për faul, goditje dënimi për izraelitët. Sërish në një tjetër pamje ballore me portën e Shqipërisë. Afrohet Lipsika-Zgeva. Ndërhyrja ka qenë ndaj numrit 20 Jemin nga kam përshtypjen Kuqi. Por dhe numri 5 Gjergji. Gjithsesi Lipsika-Zgeva, një mbur prej 4-5 lojtarësh të vendosur nga portieri Amone. Lipsika-Zgeva shpërplasur në murin mbrojtës të Shqipërisë, topi që largojnë rrezikun, edhe një Zhvili. Pas Vata, Bushati. Në dy luftim me Abon, Bushati. E merr topin Cohen. Pas pasit të Lipsika-Zgevës, ndërkohë largon topin Kuqi. E ka përplasur në kokë ndaj gjyqtarës nënsorit Ciklitari, por gjithçka nën kontroll. Rivën jansore për Izraelin, afrohet Lipsika-Zgeva. Minuta 73, Lipsika-Zgeva. Përpiqet numri 20 Jemin, ka faul shkaktuar nga Ago, goditje dënimi tashmë në krahun e djathtë të sulmit të Izraelit. Shohim edhe njërë, ndërhyrja e Agos ndaj Zhvilit. Lipsika-Zgeva, harkimi në zonë. Dhe pret Mone goditjen e numrit 12 Vodolazov, pranë golit të 4 Izraeli. Zhvili. Tamar. Më pas Jemin. Edhe njërë Cohen. Lipsika-Zgeva.
Cohen. Cohen. Lirohet nga mbulimi i Agos. Mundohet edhe Vodolazov. Zhvili. Azar. Azar dhe Hysa. Azar. Wolk. Azar. Abo. Lipsikazgeva. Topi shkon për Vodolazov. Cohen. Jemin. E ka marrë topin Kuçi. Por edhe një herë tjetër Lipsikazgeva që këmbgul. Azar. Nga mbrojtja në sulm Azar. Kalon nga pas Hysën. Mirë për nuk e ndjek topin Vodolazov dhe kontrollon Mone. Minuta 76, 3-1 për Izraelit. Sulmi për Shqipërinë. Zhvili, Lipsikazgeva dhe pasaj Azar. Abo. Zhvili. Bushati duhet ishe më shpejt nga të këthin topi jo të mirë për portierën Wolk. Tamar. Ndërkohë ka mbetur dëmtuar ndoj. Cohen. Cohen. Mbyll Kuçi. Vata. Duhet të largojnë topin jashtë vijave kufizuese të fushës. Kuçi. Rivën janësore për Izraelin. Ndërkohë që ka mbetur dëmtuar ndoj, kërkohet edhe një herë asistenca mjekësore e stafit të vajzave kuqezi. Jemi në minutën 77. Kujtojmë edhe një herë autor të goleve, Ago për Shqipërinë në minutën 11. E më pas për Izraelin, Ben Izrael në minutën 23, El Malen në minutën 34 dhe Kohën në minutën 37. Jemi në një moment pauze ndoj pra. Ndoj dhe Ago janë ato që kanë shënuar 2 gola në këto 2 ndeshje, ndërkohë që golaverazi është 12-0 pikë në 2 ndeshje deri në këto momente. Në raundin e dytë. Edhe po të marrësh dhe 3 ndeshjet e tjera që janë luajtur në raundin e parë në Elbasan Arena, golaverazi është 3-15, vetëm 1 fitore dhe 4 humbje. Faul i Kuçit. Ndërkohë Pingjohu që kërkon Kuçin dhe numrin 16 Abo godit dënimi për Izraelin. Është faulli pra godit dënimi për Shqipërinë. Faulli është i Abos. Kjo është tërheqja. Pati protesta dhe nga tani i Shqipërisë Agustin Kola, i cili merr dhe karton të verë për protesta. Kartoni verdh për Kolën, kartoni verdh për Ndojnë, kartoni verdh për El Male. Vata dhe Cohen. Ndërkohë, tjetër goditje dënimi, por këtë herë për Izraelin. Kjo është faulli i Vatës ndaj Cohen.
Lipsikas Geva pranë topit. Dhe 10 minuta deri në përfundim të pjesës së dytë të këtij takimit. Lipsikas Geva. Topi në zonë me kokë, vetëm rivënje fundore për Shqipërinë. Goditja ishte e numrit 7 Ben Izrael. Me kokë, sërish këmbgul për golin e 4 Izraeli. Është ekzekutuar rivënje fundore. Edhe një tjetër të Vodolazov. Vodolazov dhe ndoj dhe rivënje anësore për Izraeli. Singer. Vjen dhe goditja e 5 nga këndi për Izraelin, 5-1 goditja e këndi, 3-1 shifret e goleve. Hakimi nga këndi, Nika. Edhe një me shumë vështirësive largon lojtarët tona. Abo. Lërin dhe Hysa. Këmbgul për sëri Izraeli në krahun e majt. Zhvili. Topi për Lipsikas Gevën dhe dy zëvendësime të tjera tek Izraeli. Tamar. Topi për Vodolazov. Largon Nika. Hasaj. Tamar. Në kërkombinim për ndërhyn Nika rivënje anësore për Izraelin. Bëhet gati numri 11 dhe numri 9 të hynë në fushën e lojës pa Gargir dhe Epstein. Por ndërkohë vazhdon loja. Mundohet marrë topin Hysa. Pasaj Lipsikas Geva. Për të sulmi shpejt, mbyll Zhvili. Vodolazov. Yemin. Vodolazov. Yemin. Lipsikas Geva. Tamar. Topi për Zhvilin. Azar. Singer. Ben Izrael. Ben Izrael ka përpara dhe Gjirgjin nga pranë. Tamar. Nuk e ndjek numri 20 Yemin. Topi për Wolk nga Zhvili Azar. Azar. Përpikje të mbyll Hysa. Lipsikas Geva. Cohen dhe Vata. Vata e rivënje anësore dhe bëhemi gati për dy zëvendësimet e fundit tek Izraeli. Largohet Cohen e në lojë do t'jetë numri 9 Gargir. Gargir në minutën e 39 ose 84. Po kështu largohet dhe Ben Izrael e në lojë numri 11 Epstein. Në minutën e 84 plotëson pra 5 zëvendësime të Izraeli. Ndërkohë që Shqipëria ka bërë vetëm 2. Edhe 6 minuta deri në përfundim të këtij takimit. Lipsikas Geva. Rivënje anësore.
Lipsi Kazgeva. Tjetër rivën janësore për Izrael. Lipsi Kazgeva. Tamar. Pretendon për faul kapiteni e Izraelite. E në fund godit dënimi për Shqipërinë. Ka shkaktuar faul vetë Tamar. Pranë topit Kuçi. E shohim edhe një nga përsëritja. Kuçi ka shkaktuar faul dhe pasaj Tamar në reagim me sipër ka goditur Lipsi Kazgeva. Zhvili, Vodolazov, Jemin, përsëri Vodolazov, Gargir, në krahun e djathtë, Gargir dhe Vata, Gargir, topin merret nga mbrojtja, dalja shpejt, Ndoj dhe numri 3 Azar, Ndoj, por nuk është në pozicion, Bushati kontrollon Wolk. Minuta 86. Tamar. Jemin. Vodolazov me gjoks. Gargir në këtë goditje mbi trahun e portës shumë lart dhe shumë larg katërkëndori të mbrojtur nga Mone. Nika. Tamar. Hysa. Faul i Hysës. Faul i izraelitëve në fakt. Sa duket ka qenë numri 19 Stinger që ka shkaktuar faul. Tamar. Singer. Topi për Vodolazov në krahun e majt. Vodolazov dhe Kuçi. Goditja 6 nga këndi për Izrael. 6 me një goditje të kënd. Kimi në zonë, Vata. Zhvili. Zhvili përsi. Kontrollon për tjerë Mone. Mone. Zhvili. Në përplasje me kapitenin Tamar, pasaj Bora Bushati. Bushati. Vjen edhe Ndoj. Faul i Jemin. Goditje dënimi për Shqipërinë. Do duhet ishte edhe kartoni verdh sepse është ndërhyrje nga pas. Edhe nuk e fal Pingjo. Kartoni i dytë i verdh për Izrael. Është ndëshkuar El Male dhe Jemin, por tek Shqipëria Ndoj dhe Tanjeku Sinkola. 6-1 goditje këndi, 3-1 shifrat e goleve, jemi në minutën e 89 takimit pranë topit është Vata. Vata. Vata, në liset edhe njërë
ndërhyrja e fundit e izraelitëve, rivënia ansori për Shqipërinë. Vata. Ndërkohë presim dhe akordimin e minutave shtesë që vinë në këto momente nga Jana Van Laer, rivënia ansori për Izraelin. Tamar. Ago. Gargir. Ja ka marrë topin numri 10 të Gjonaj. Gargir edhe njerë ndërhyrja e Gjonaj të rivënia ansore. Rivënia ansore për Izraelin. Zhvili. Ago. Ndoj dhe Tamar. Ndoj. Përsëri Ago në krahun e majtë. Ndërkohë ka mbetur përsëri e dëmtuar, gjithsesi ka Ndoj. Bushati. Kjo goditje, Fred Work. Goditje në distancë për rreth 30 metrash. Në numri 15, Kuqi. Edhe njërë tjetër stafi mjekësor i kuqezive në ndihmë të Jessica Ndojt. Jemi në minutën e 2 të shtesë, 3-1 për Izraelit, që kështu do të mbylli raundin e dytë me 3 pikë, ndërsa Shqipëria në vendin e fundit në grup. 0 pikë, me një golevarazh 12. Ka larguar Ndoj. Olk. Tamar. Faul, goditje dënimi për Izraelin. Ka ndryrë Hysa. Por gjyqtarja Pingjo vendos për top të diskutueshëm, ka rënë në këmbët e saj. Azar. Tamar. Lipsi Kazgeva. Topi për numrin 9 Gargir. Gargir. Faul, goditje dënimi, ndërhyrja e Kuqit. Është larguar Ndoj, e pamundur për të vazhduar lojën. Ndoshta duhet kemi ndërrim të detyruar për të plotësuar numrin e lojtarëve. Dhe bëhet gati zëvendësimi i tretë. Zëvendësimi i dytë brenda kësaj sfide i detyruar. Është numri 17 Guga, që do të zërë vendin e Ndojt. Guga pra, në minutën e 3 të shtesë. Lipsi Kazgeva. Me kohë provojnë izraelitët, është Tamar, por vetëm rivënie fundore. Ishte Gjonaj, ma pas edhe njerë Tamar, në dy luftim me Gjergjin. Jemin, pasaj Tamar, Lipsi Kazgeva. Lipsi Kazgeva në krahun e djathtë, Hakimi në zonë. Kalon të gjithë pasqyrën e zonës rrepsisë së Shqipërisë topi, por largohet nga lojtarët tona pa u goditur nga lojtarët izraelite. Abo. Ndërkohë duke se ka mbetur dëmtuar Singer, goditje dënimi për Izrael.
Ndërhyrja ka qenë ndaj Tamar. Tashmë kemi ngritur në minuta e 5 shtesë. Edhe një herë Zhvili. Azar dhe Bushati. Abo. Zhvili. Pas Gargir, ndërhyrja fatës e rivën janësore për Izraelin. Bushati, pas pasimit të Gjonajt. Tamar ka shmangur dhe Nikën. Tamar të pronë në mbajtjen e topit. Edhe njerë kapitenja Izraelite Tamar. Ndërhyrja e numri 10 Gjonaj. Goditë dënimi për Izraeli. Në pozicion ballor. Ndërkohë, kartoni verdh edhe për trajnerin e Izraelit, Mikael Ravic. Pingjo që nuk fal asnjë lloj proteste. Ja dhe kapiteni trajneri e Izraelite. Zhvili dhe Tamar. Budorezov. Ipsikasgeva me kokë Tamar, por vetëm me rivënjë fundore. Rivënjë fundore për Shqipërinë, pritet vetëm vërshëllima e fundit e Irini Pingjo që ka ardhur në këto momente 3-1 për Izraelin. Ako në minutën 11 për Shqipërinë. E më pas Ben Izrael në minutën 23, El Malen në minutën 34 dhe Kohë në minutën 37, Izraeli në vendin e dytë me 3 pikë, Shqipëria në vendin e fundit në grupin B6 me 2 humbje në 2 ndeshjet, 2 me 10 goleverazhi e në 5 takime që ka luajtur, ka vetëm 1 fitore dhe 4 humbje. E këtu përfundon edicioni 2023-2024 për kombëtaren e femrave të moshës deri në 17 vjeç. E këtu do të japim dhe në fund transmetimit ton nga stadiumi Arena Kombëtare.